një falëndime që mund të jetë dhënë. Me këtë fakt që u shfrytëzua për asnjë tjetër. U shfrytëzua rënd për disa vjetëm, u bë Shqipëria tym në 98-ën. Tamam ditën e varrosjes së zemrit u ngru shteti praktikisht. U morë televizioni, u morë kryeministria, u morë parlamenti. Do të thënë shumë e qartë që si kishte ndodhur. Po, cili ishte roli i Fatmir Haklit në Ushtrinë Çlimtare të Kosovës? Ai ka ndihmuar Ushtrisë Çlimtare të Kosovës? Kjo se ka ndihmuar për interes të vet, jo se nuk kishte një detyrë. Ai ishte natyrisht ke parasysh në atë periudhë mbas 97-ës. Tropoja praktikisht ishte jo jashtë interesit, po jashtë si thush komandimit nga Tirana. Atje policia ishte zoti i vendit, ishin Fatmiri me shokët e vet, dhe një pjesë e armatimit që mblidhesh dhe blehesh në popull në Shqipëri, se ishin hap depot në 97. Kalonte dhe nga Tropoja. Thuhet, nuk e dim se nuk merresh me policinë, kur s'jam marrë, sikur me policinë e vendit. Policia ka institucionet e veta për këtë punë. Kështu që nuk mund të me përgjegjësi që po, Fatmiri shiste, blente armë, shiste armë. Po, ishte, ka që dinim, që ishte interesuar për trafikun e armë. Tani, quhet ndim kjo të shesësh armë, që kësa po. Për kufizimin veheni vetë nuk e di. Profesor, vim deri tek, unë falenderoj shumë për intervistën, vim tek pyetja e fundit. A keni frikë nga Pollon Pilnici? Nga kush? Nga Pollon Pilnici, profesori. Personazh interesant është. Na duhet, me sa duhet na duhet deri. Atë ka futur aty në listë, domethënë që atë ka futur aty në listë që kanë më të arrestuar s'po, po i ka futur krejt, me Derom, me unë po them një personazh vërtet shumë interesant, mungonte deri tani në përgjithësi politikanët janë përpjekë që të jenë serioze, më the tash. Kanë dhe ata karagjollëje dhe tyre, po ky është kompleks. Ai ka bërë me shumë seriozitet. Shiko, vetëm ideja. Ai kem vljuar edhe vetëm ideja që sot asgjë konkrete. Absolutisht asgjë, vetëm gjërat përgjithshme. Që ka da bodyguard, një limuzinë të madhe, tash. Nuk e ka arrestuar Deromën, alo. Nuk e ka arrestuar kryeministri Roma, ka thonë që ka me arrestu. Atë? Po. Pse jo? Jo. Pollumbi ka thonë Deromën. Pollumbi po më po ai arreston edhe. A ke frikë për ti? A keni frikë ju për Pollumbit? Pse? Po nga që ka Pollumbi arrestuar gjithë? Po lëre tash. Unë duhet përgjigjem seriozisht, kam frikë apo jo, nuk bëj çka. S'kam as frikë, se do të kem frikë. S'kam as lidhje me to. Po të më takoj të më pyes për një gjë, si po flasim bashkë, ja them. Por ai sa kam parë në televizion, duhet një figurë interesante, do ta mbaj mend. Figurë interesante që Sharok apo seriozisht? Interesant. Tani nuk duhet të bëj epitete. Unë mund të them shumë gjëra, po jo në televizion. Profesor, faleminderit shumë që pranove intervistën. Po jo. Ishte vërtet kënaqësi. Bëm një intervistë thjesht. Për fond a ki diçka se thotë që kemi. Unë kam diçka dhe duhet të them kosovar. Shqiptarëve të Kosovës. Shqiptarëve të Kosovës, po sigurisht. Akoma se kam studiuar, po do përpiqem. Unë di kam pas